Si duket ty Laerti? Laerti kur u fut në fillim e quajtën pak edhe si Jokeri i këtij Big Brotheri, artist multidimensional që bën për vete shqiptarët me ato që her pas here performon edhe në Big Brother, komentuar në fakt edhe për seksualitetin e tij. Sa shanse ka Laerti? Ose më saktë, sa gati janë shqiptarët që fitoren ta çojnë tek një artist që gati, jo gati, por në gjithë rrugtimin e tij ka përcjell vlera dhe jo dhuna ato shtëpi. Sa gati janë shqiptarët? Kjo pasaj vetë direkt lidhet me politikën aty Ronaldo. Dhe të shkojmë pak më vonë aty, po mbetemi tek Laerti. Unë shpresoj që shqiptarët të jenë gati për të pranuar njeriu paqësor, që nuk e fiton çdo gjë me dhunë, me fyerje, me sharje, me bullizime, do me thënë, është bërë shumë e modës në Shqipëri që njerëzit e ngren veten duke ulur tjetrin. Unë nuk mendoj që kjo është forma e dur. Unë dua që ta ngresh veten për vlerat që ke ti. Më trego çfarë ti, lëre se çfarë ka bërë ai. Okay. Atë e shohni kam syt në ball. Më trego ti çfarë je. Ti çfarë më sjell. Kështu që mendoj që kur të filloj të shifen gjërat me këtë sy, atëherë mendoj që po, Laerti është një kandidaturë shumë e mirë për të fituar Big Brotherin.